Të gjithë hani vezë, por askush nuk e di se çfarë i ndodh zemrës, kolesterolit dhe trurit tuaj. Vezët mbartin vlera të jashtëzakonshme ushqyese për shëndetin e njeriut. Sipas Healthline, vezët bëjnë pjesë në listën e 10 ushqimeve më të rëndësishme për organizmin e shëndetshëm. Ekspertët këshillojnë në konsumin e rregullt të tyre duke i konsumuar në formën e tyre të zjerë, pasi do t'japin shumë përfitime për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e një sër komplikacionesh. Në këtë video, sipas Healthyside, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi i vezëve. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Vezët ofrojnë proteina të plota. Një vezë përmban 9 aminoacide thelbësore që mbështjellin shtyllën kryesore të proteinës. Ato aminoacide nuk prodhohen dot nga trupi. Veza përmban 6 gram protein dhe gjysma e saj gjendet e bardha e vezës. Ndaj konsumi i saj në mënyrë të rregullt mund të jetë një aleat i mirë për të forcuar gjithashtu edhe muskujt tuaj. Vezët janë të pasur me ushqyes për organizmin. Një vezë vetme ofron proteinë cilësore, por edhe vitamina dhe minerale të dobishme. Këtu përfshihet seleniumi, fosfori, vitamina B12, gjithashtu dhe antioksidantët të cilët i mbajnë në qelizat të shëndetshme. Vezët ulin trigliceridet. Niveli i triglicerideve duhet jetë i ulët për një shëndet të mirë. Vezët, veçanërisht ato të pasur me acide yndyrore si omega 3, duket se kanë aftësinë të ulin trigliceridet. Vezët ulin gjasat e shfaqjes së ishemisë. Studimet sugjerojnë se një vezë në ditë ul rrezikun e ishemisë. Sipas një studimi të cilët i referohemi, njerëzit që kanë një vezë në ditë janë në 30% më pak të rrezikuar të humbin jetën nga sëmundjet e parakohshme si ishemia. Vezët janë të mira për shëndetin e zemrës. Njerëzit që kanë vezë rregullisht janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës. Ato që vuajnë nga diabeti tipi 2 kanë një zemër të shëndetshme fal një regjimi ushqimor kur përfshihet veza. Studimet konfirmojnë se njerëzit që kanë një vezë në ditë janë më pak të rrezikuar nga komplikacionet e sëmundjeve të zemrës. Vezët të mbajnë të ngopur për një periudhë më të gjatë kohore. Njerëzit që kanë vezë në mëngjes ndihen më të ngopur gjatë ditës, por llogaritje shkencore tregojnë se personat që kanë një vezë në mëngjes marrin 130 kalori më pak në drekë. Vezët janë të mira gjithashtu edhe për shëndetin e syve. Antioksidantët e veza mbrojnë shëndetin e syve dhe parandalojnë sëmundje të ndryshme. Antioksidantët gjenden edhe te barishtet, por vezët janë në një burim i mirë falë yndyrnave që lehtësojnë përthithjen e tyre. Vezët cilësohen si një nga produktet më të mira për të pasur një mendje të mprehtë. Vezët përmbajnë vitaminën D, e cila mirëmban shëndetin e trurit dhe komunikimin mes qelizave nervore. Për më tepër, vezët përmbajnë kolin, një vitaminë e veçantë për shëndetin e trurit. Nëse hani 2 vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga kjo lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës shkakton edhe përkeqësimin e kujtesës. Ndaj konsumi i rregullt i vezëve në dietën tuaj sigurisht që do t'jap një sër benefitesh. Të gjithë e dimë se veza është burimi kryesor i proteinës. Vezët konsiderohen si një nga ushqimet më të ushqyeshme që mund t'i shtoni në listën tuaj të dietës së përgjithshme. Ato janë të pasura me proteina me cilësi të lartë, gjithashtu me vitamina dhe minerale të tilla si vitamina B12, vitamina D, gjithashtu edhe hekuri. Pavarësisht shqetësimeve që lidhen gjithashtu me përmbajtjen e tyre të yndyrës, Shoqata Amerikane e Zemrës tani rekomandon konsumin e 1 deri në 2 vezë të zjera çdo ditë. Kështu do të merrni përfitimet e tyre dhe do të mbani larg nga shëndeti juaj një sër komplikacionesh. Përveç kësaj, vezët janë një burim ekonomik i proteinës që mund të ruhet në frigorifer deri në 5 javë. Kjo do të thotë se mund të kurseni para dhe të zvogëloni gjithashtu edhe mbeturinat ushqimore. Ato janë shumë të gjithanshme pasi mund t'i përfshini në çdo vakt, por mëngjesi dhe darka, por gjithashtu edhe në kombinim me ëmbëlsirat. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë konsumin e vezëve të zjera si një nga aleatët më të mirë, pasi nuk do të përmbajë edhe yndyrna të shtuara. Kështu konsumi i vezëve të zjera në dietën tuaj sigurisht që do të luajë një rol pozitiv. Duke konsumuar vezë të zjera do të ndjeheni akoma dhe më shumë të ngopur. Të verdhat e vezëve janë një burim i lëndëve ushqyese të rëndësishme siç janë vitamina B12, vitamina D si dhe kolina, të cilat ndihmojnë në trupin tuaj të shndrojë ushqimin në energji.
Kombinimi i proteinave gjithashtu edhe me yndyrna të shëndetshme që gjenden te veza ju ndihmojnë të ndjeni më të ngopur për më gjatë. Konsumi i vezëve është i mirë për të pasur flokë të shëndetshëm, lëkurë më të ndritshme. Vezët janë të pasura me vitaminën B, të tilla si vitamina B2, B5 dhe B12, të cilat njihen për efektet e tyre pozitive në shëndetin e lëkurës dhe të flokut. Këto vitamina janë të tërhequra në ujë dhe nuk ruhen mirë në trup, kështu që ngrënia e vezës rregullisht mund t'ju ndihmojë të përmbushni nevojat tuaja të përditshme. Aminoacidet të tilla si elementet që përmbajnë vezët kontribojnë në elasticitetin e lëkurës, gjithashtu edhe në forcimin e flokut dhe të thonjve. Nëse doni kocka më të shëndetshme, përfshijini me patjetër vezët në dietën tuaj. Vitamina D është kritike për shumë funksione të trupit. Ndihmon gjithashtu edhe në uljen e presionit të gjakut, zvogëlon rrezikun e disa llojeve të komplikacioneve dhe nxit gjithashtu edhe shëndetin tuaj mendor. Megjithatë, funksioni i saj më i rëndësishëm është marrëvajtja e kockave të shëndetshme, duke lehtësuar kështu përthithjen e kalciumit dhe duke ruajtur nivelet të qëndrueshme të kalciumit dhe fosforit në trup. Një vezë siguron rreth 6% të nevojës tuaj ditore të vitaminës K, gjithashtu edhe të vitaminës D, kështu që ngrënia e një veze çdo ditë mund të përmirësojë edhe shëndetin e kockave tuaja. Konsumoni vezë çdo ditë, në mënyrë që të përfitoni edhe elementet e tyre ushqyes. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë konsumin e vezës në formën e saj të zjerë. Vetëm kështu do të keni përfitimet e plota të tyre, duke evituar edhe shtimin e yndyrnave në përgatitjen e tyre. Vezët e zjera janë një nga aleatët më të mirë për organizmin, të thjeshta, ekonomike dhe të mbushura plot me vlera. Vezët e zjera janë një nga ushqimet që mund të përfshihen me patjetër në regjimin tuaj ushqimor. Por cilat janë përfitimet e vezës së zjerë dhe sa duhet të konsumoni çdo ditë? Sipas ekspertëve të ushqyerjes, ngrënia e 1 ose 2 vezëve të zjera në ditë mund të sjellë një sër përfitimesh të efekteve pozitive, si për trupin ashtu edhe për trurin. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e vezëve të zjera edhe për organizmin tuaj. Ekspertët këshillojnë gjithashtu përfshirjen e vezëve edhe për funksionet më të mira të trurit. Vezët janë një burim i shkëlqyer i kolinës, një lëndë ushqyese që luan një rol kyç për kujdesin, për qëndrimin dhe shëndetin e përgjithshëm të trurit. Marrja e mjaftueshme e kolinës ndihmon në ngadalësimin e rënies së aftësive njohëse me kalimin e moshës. Vezët ndihmojnë gjithashtu edhe në forcimin e muskujve. Proteinat cilësore që gjenden te vezët kontribuojnë në ndërtimin dhe në forcimin e masës muskulare, veçanërisht ata që ushtrojnë sporte ose janë në fazën e rikuperimit pas dëmtimeve. Vezët janë aleat i mirë i shëndetit tuaj të syve. Vezët përmbajnë lutein dhe zeakanthin, dy antioksidantë shumë të fuqishëm që mbrojnë sytë nga efektet e plakjes dhe drita e dëmshme blu, duke ndihmuar në parandalimin e problemeve siç është për shembull edhe degenerimi makular. Përfshirja e vezëve në dietën tuaj sigurisht që do të jetë një nga aleatët më të mirë në mbrojtjen e organizmit dhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj në këto raste, ekspertët vazhdimisht këshillojnë konsumin e vezëve të zjera në mënyrë të rregullt në dietën tuaj, për të mbajtur larg komplikacionet e mundshme. Vezët janë të mira në balancimin e niveleve të kolesterolit. Megjithse, dikur vezët shikoheshin si problematike për shkak të kolesterolit që përmbajnë, studimet e reja sipas cilësisë së saj tregojnë se konsumi i moderuar i tyre dhe në formën e tyre të zjerë mund të rrisë kolesterolin e mirë dhe të përmirësojë raportin me kolesterolin e keq. Vezët ndihmojnë gjithashtu edhe në kontrollin e oreksit dhe të peshës tuaj trupore. Fal aftësive të tyre për të ngopur, vezët e zjera mund të zvogëlojnë dëshirën për ushqime gjatë ditës, duke qenë një zgjidhje ideale për mëngjes për çdo që kërkon të menaxhojë gjithashtu peshën e tyre trupore. Ndaj përfshirja e vezëve të freskëta për mëngjes, sigurisht që do të jetë një aleat i mirë për organizmin. Gjithashtu, është e rëndësishme që të mos e teproni me konsumin e tyre, në mënyrë që të keni vetëm përfitimet për mbrojtjen e shëndetit. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme.
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.